unë e bëj apel, atë që e bëra gjest e bëj apel, sepse nuk është e lehtë për çdo prindër me pa fëmijën e vet ashtu duke rrahur në një medium publik, edhe aq më pak që është Top Channel dhe gjatë asaj kohe kanë qenë miliona, besoj që mbi 2-3 milion shikues kanë qenë qatë moment, ka qenë shumë e dëmshme. Për atë, edhe unë besoj që aty ja dha fitoren edhe që ka qenë fitore e Gjestit, por ka qenë pak pyetje do t'ja jep produksioni, as do t'ja jep, po unë mendoj që Josefin Marku ja dha fitore me çatë gjest, Me gjestin e bërë, po, domethënë. E kështu që ato lotët e krokodillit që dolën të Rozanës u pa në fund sa ishte Rozana, se nuk dërhyri as Laerti, as Rozana, por u dërhyri Greta edhe Egli Tako, po. Po bravo qef të Gretës, që nuk kam pas një farë, edhe me të vërtetë që unë kam qenë, mos të ishte Gjesti, do të kisha dëshirë ta fitonte, se Greta është një nën, edhe Rozana po ashtu, po kam qenë edhe për Gjebanin, më falni, sepse... Do më thënë mos ta fitonte Gjesti, ju mendoni që duhet ta fitonte Gjibani, që e meritonte? Po pse jo, sepse mos ishte fare Gjesti aty, mendoj Adin. Po Gjesti e bëri një lojë mrekullueshme, bëri një lojë, po ai është edhe unë e njoh Gjestin edhe personalisht, ai është edhe në jetën e përditshme është ashtu.